cila është domethënia e dëshmisë se Muhamedi është i dërguari i Allahut? Domethënia e saj është se Allahu i Madhërisëm e ka dërguar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam përgëzues dhe qortues për njerëzimin mbar. Prandaj duhet që të përfillen urdhrat e tij, të besohet fjalëve të tij, të mos kundërshtohet dhe të adhurohet Allahu sipas mësimeve dhe shpjegimeve të tij. Pra, të ndiqet syneti dhe të refuzohen risit. Për këtë, Allahu i Madhërisëm thotë: Men yuti'i r-rasula faqad ata'a Allah. Kush i bindet të dërguarit, i është bindur Allahut. Gjithashtu, Allahu i lartësuar thotë: Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai nuk flet sipas qefit të vet, por ajo është vetëm shpallje hynore që i vjen atij. Gjithashtu, Allahu i Madhërisëm thotë: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Në të dërguarin e Allahut ka një shembull të mrekullueshëm për atë që shpreson tek Allahu dhe dita e fundit e përmend shumë Allahun.